Kreu i SPAK-ut Altin Dumani raportoi në Komisionin e Ligjeve për punën e institucionit gjatë vitit 2024, duke theksuar se hetimet për korrupsion janë rritur ndjeshëm në intensitet dhe rezultata. Sipas Dumanit, gjatë këtij viti janë proceduar penalisht 33 zyrtarë të lartë, ndërsa çështjet janë dërguar për ndjekje në gjykat. Numri dhe cilësia e hetimeve ka ardhur në rritje. Kemi arritur të nisim procedime të rëndësishme për korrupsion aktiv dhe pasiv të zyrtarëve të nivelit të lartë, deklaroi Dumani. Ai informoi gjithashtu se janë përdorur teknikat posaçme të hetimit, përfshirë përgjimet me pajisje të interceptuara. Konkretisht, gjatë vitit 2024 janë regjistruar 163 procedime penale, ku janë përgjuar 3096 pajisje fundore. Numra telefonik dhe pajisje të subjekteve në përgjim, edhe pse kjo përfaqëson një rënje prej 7.1% krahasuar me vitin 2023. Dumani e konsideroi këtë pjesë të një procesi më të sofistikuar dhe të përqendruar ndaj objektiveve me prioritet të lartë. Përveç hetimeve, SPAK ka ekzekutuar 2046 vendime gjykate gjatë vitit, që përbën një rritje prej 22.6% në raport me vitin 2023. Dumani theksoi se bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar dhe përdorimi i skuadrave të përbashkëta hetimore ka qenë thelbësor në rritjen e efikasitetit. Në kuadër të rekomandimit numër 1 është rritur ndjeshëm numri dhe cilësia e hetimeve për korrupsion, me 33 zyrtarë të lartë proceduar dhe çështje të dërguara në gjykat, si dhe një rritje prej 8% të çështjeve nën hetim. Në zbatim të rekomandimeve numër 2 dhe 3, SPAK ka intensifikuar përdorimin e teknikave proaktive të hetimit dhe ka arritur të zhvillojë hetime që nisin kryesisht me procedime të tilla, si dhe skuadrat përbashkëta hetimore të reja me partner ndërkombëtar. Sa i takon rekomandimeve numër 4 dhe 5, ato janë përmbushur përmes forcimit të hetimit financiar dhe rritjes së sekuestrimeve e konfiskimeve në vlerën miliona euro. Rekomandimi numër 6 është zbatuar përmes trajnimeve të specializuara, mbështetjeve financiare dhe teknologjike në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtar si Eurojust, Europol, Interpol, DEA, FBI, NCA e të tjerë, u shpreh ndër të tjera Dumani.